këto gjëra. Rezultati pra do t'jetë i ngushtë, i gjithë fokusi është cili po merr më së shumti vota në bazenin e Orhan Ismailit. Unë prapë po insistoj që ma shumë ka marrë Hajrullah Qeku në bazenin e Orhan Ismailit. Pse? Se Orhan Ismaili, pjesa konsiderueshme votuesve të Orhan Ismailit janë gjenerata Z. Gjenerata Z nuk duken që janë të kënaqur me përparim Ramën. Dhe zgjedhja e dytë mund të jetë Hajrullah Qeku. Veç për shkak se ata nuk janë të kënaqur me përparim Ramën. Dhe duke marrë parasysh që votat i kanë gati njëjtë, siç po shohim, 33.71, 33.21, atëherë besoj që për çdo vota Hajrullah Qeku mund të shpallet fitues, por unë prapë insistoj që është shumë vështirë me aqëllu. Këto edhe në Prishtinë është shumë vështirë me aqëllu, unë nuk jam prej atyre që guxoj me fol ose me thonë që ky ka me fitu. Por në analizë jemi është çan drejtëm. Pra që njëri do të fitoj, apo gjithsesi, njëri, ëh? Besoj ky je i saktë.